Pjesën institucionale. Bashkë me kaskadën e Drinit, po zbrazet dhe arka e shtetit. Është alarmi i deputetit socialist Erben Ahmetaj, që tregon se cilat janë pikpyetjet që po vendos keq menaxhimi i situatës energjetike. Ka vënë një pikpyetje shumë serioze në buxhetin e shtetit për atë që do ndodhi në vjesht. Dhe ne kemi qenë dëshmitar të, le të themi, rialokimeve serioze, gati 150 milionë euro nga buxheti i shtetit, nga investimet shumë të nevojshme në pagesa për energjetikën, për blerjen e energjisë, për importimin e energjisë. Dhe e dyta, që është po kaq serioze, kjo ka të bëjë me situatën në kaskadën e Drinit. Është detyrë emergjente e institucioneve të përfshira që të ruajnë nivelin e kaskadës së Drinit sot. Ndërsa pohon se socialistët do të liberalizojnë tregun e shpërndarjes së energjisë, sekretari për sipërmarrjen në PS thotë se ka prova për abuzimet që po kryen në ÇEZ me mbledhjen e faturave. Kemi informacione që sistemi i klientelës në ÇEZ është prekur për keq dhe mbledhja e faturave është kthyer në një negociat abuzive me shumë klient në dëm të situatës financiare të ÇEZ-it. Gjithsesi, çfarë vjen përpara, do fillojmë me auditim serioz të këtyre kompanive dhe me investigim llogarish të këtyre kompanive, por sot është emergjente të ruhen ekuilibrat elektroenergjetik, jo vetëm për sot, por edhe për në vjesht. Sipas Ahmetajt, përmes këtyre situatave, kryeministri Berisha tenton të minojë rrugën e qeverisë së ardhshme socialiste. Në fakt, nga çfarë po monitorojmë, shohim një praktik jashtëzakonisht shumë abuzive dhe të rëndë nga qeveria në ikje. Sali Berisha dhe sot, duke ikur, kërkon që t'i lëjë qeverisë së re një rrugë të minuar në energjetik, një rrugë të minuar në financa, një rrugë të minuar në investimet publike dhe një rrugë të minuar në marrëdhëniet me partnerët tanë ndërkombëtar. Qëllimi i tij është që qeveria e re, jam i bindur për këtë, të mos ketë asnjë moment qetësi që të fokusohet në punët e ekonomisë, të financave dhe të shtetit. Deputeti socialist theksoi se auditimi ndërkombëtar nuk përjashton nga ky rol institucionet shqiptare të cilave kushtetuta i ngarkon një detyrë të tillë. Në ÇEZ, më falni, unë kam, domethënë,